28 prilli njihet si dita botërore për sigurinë dhe shëndetin në punë. Kjo ditë shënohet në nivel ndërkombëtar dhe për qëllim ka ndërgjegjësimin e masës për parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës. Kjo ditë është shpallur nga Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe synon të promovojë një kulturë globale të sigurisë dhe shëndetit në mjediset e punës. E sa e rëndësishme për ne është që të flasim për këtë gjë. Sa e rëndësishme është që të prekim tema të cilat ne i diskutojmë, por shumë shpesh kemi mungesë informacioni të trajtimit adekuat të tyre. Dhe për këtë, me kast, në podcastin tim me kast, që gjithmonë qëllimisht ftoj ekspert të fushave të ndryshme, kam nderin dhe kënaqësinë të kem ekspertin e sigurisë dhe shëndetit në punë, zotin Gzim Cërza. Zoti Cërza, faleminderit që jeni me neve. Faleminderit për mundësinë e dhënë nga ju. E tham siguria dhe shëndeti në punë, dhe shumë shpesh nëse ulemi dhe flasim me njerëzit edhe i pyesim se çka nënkupton siguria dhe shëndeti në punë, unë e di që ka me pas shumë keq kuptime. Çka nënkupton siguria në vendin e punës? Po, siguria dhe shëndeti në punë realisht është pjesë integrale e procesit punës. Do të thotë çdo veprimtari profesional që implementohet krahas të gjitha aktiviteteve të tjera edhe është pjesë përbërëse e kësaj fushë është edhe siguria dhe shëndeti në punë. Respektivisht, siguria dhe shëndeti në punë është një fushë multidisciplinare e cila ngërthon në vete shumë aktivitete profesionale. Që nënkupton, sepse kur flasim për këto aktivitetet profesionale, ne flasim për siguri në punë, gjithmonë ne kemi përshtypjen siguri ana hapet dera, siguri a mund të dalim nga dritaret nëse ndodh një zjarr, çka saktësisht ndoshta nëse i flasim në detaje. Realisht siguria dhe shëndeti në punë përbohet nga dy komponente. Është siguria që kryesisht ka të bëjë me rreziqet momentale, respektivisht mundësia e të lënduarit punëtorit në një vend pune gjatë aktivitetit të tij profesional, si dhe aspekti i mbikëqyrjes shëndetësore të punëtorët për të cilët do flasim me tutje. Po realisht siguria kryekëput ka të bëjnë me monitorimin e gjendjes faktike në vendet punës të rreziqeve të ndryshme, respektivisht identifikimi i rreziqeve të cilat mund ta targetojnë punëtorin gjatë ushqimit të veprimtarisë dhe në mungesë të masave parandaluese mbrojtëse të vijë deri te një lëndim në vendin e punës. Dhe zoti Cërza, them të drejtën, tani para syve mua më dalin të gjitha ata punëtorë të ndërtimtarisë të cilët jo rrallë ne raportojmë se janë rrëzuar, disa prej tyre mund të kenë humbur jetën, janë në moshën e duhur për punë, nuk i kanë mjetet mbrojtëse dhe të tjera. Të gjitha këto sigurisht se janë pjesë e kësaj le të themi fushë të gjerë që shumë pak folet për të, e shumë kemi nevojë që të flasim, sepse ne raportojmë ka rënë një punëtor nga një lartësi, ka humbur jetën dhe kaq aty mbetet. Ndërme kryesisht brenga ime më madhore që në faktin që ashtu siç e po të thotë edhe jo, neve na mungon trajtimi përmbajtësor konstant i kësaj problematike. Respektivisht ne trajtojmë sigurinë dhe shëndetin në punë si pjesë integrale e procesit punës veç në kohën dhe datat e caktuara. Do të thotë, sigurisht që është 28 prill dita ndërkombëtare e sigurisë dhe shëndetit në punë, që shumë pak njerëz realisht kanë të njohur çka paraqet ajo datë dhe kemi javën e parafundit tetorit çdo vit rrjedhës kalendarik ku trajtohen tema të ndryshme për siguri dhe shëndet në punë. E unë gjithsesi e kam ndjesinë që nevoja është shumë e madhe që me siguri dhe shëndet në punë të gjithë punëdhënësit ta përmirësojnë aspektin e angazhimit të tyre në drejtimin e përmirësimit të kushteve të punës për të gjithë të punëtorët, ashtu siç e po të thotë edhe ju pak më herët, në kuptimin e ngritjes së nivelit sigurisë dhe shëndetit në punë përmes implementimit të masave parandaluese mbrojtëse. Data 28 prill realisht është dita kur përkujtohen të gjithë të aksidentuarit në vendet e punës si pasojë aktivitetit të tyre profesional dhe kur vije deri te lëndimet realisht me fatalitet. Prandaj edhe vendi ynë, respektivisht Republika jonë, deri me tani kemi 9 raste aksidente me fatalitet e është muaji i 4 i vitit. Do të thotë në gjenerale kisha pas dëshirë me përqu një porosi që të përmirësohet respektivisht të ngritet vetdia e njerëzve kompetent, kur them njerëz kompetent të gjithë aktorëve, të cilët janë të inkorporuar apo inkuadruar në këtë fushë, duke nisur nga punëdhënësit, përfaqësues të punëmarrësve, përfaqësues të punëtorëve, do të thotë
Bashkimi i Sindikatave Pavarore të Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës, pastaj shoqëria civile dhe në këtë rast ekspertët e fushës përkatëse që të japin më të mirën nga vetja në mënyrë që mos na përsëriten, respektivisht mos na ndodhin rastet e lëndimeve me fatalitet. Sepse nëse më lejohet, edhe një lëndim i vogël më na ndodh, është ka do me thënë të jashtëzakonshme në kuptimin e mungesës së masave parandaluese mbrojtëse. Dhe kjo sigurisht se për neve mbetet sikur një prej temave të dorës së tretë, po e them kështu kushtimisht, sepse njerëzit sikur edhe tashmë janë lodhur duke pretendu me i kërku të drejtat e tyre që është totalisht gabim, po flasim në këtë kuptimin edhe të rolit të punëmarrësit, i cili shumë shpesh i tejkalon situata sikur nuk ka ndodhur asgjë, dhe është punëdhënësi i cili sigurisht do duhet të ishte aty për me i përmirësu kushtet. Por në anën tjetër kemi ndonjëherë edhe mungesë edukimi, zotit Zërza. Kemi punëmarrës të cilët është vështirë të edukohen, mund t'i kenë të gjitha kushtet në dispozicion edhe të mos kujdesën për sigurinë e tyre. A duhet të punohet edhe në kuptimin e trajnimit të tyre, edhe të, le të themi, ndryshimit pak të mendësisë, sepse e kemi ne një farë mendësi e kështu si shoqëri që hajse s'ndodh kur gjë, hajse e kam provu 2-3 herë, hajse ndoshta po hypi atje lart edhe mund të mos rrezohem etj. Ndërrume për me na hudh poshtë të gjitha këto pretendimet ta quajnë thojza të punëdhënësve të ndryshëm, se nuk është ashtu siç ata mendojnë, janë faktet, do të thotë numri enorm, deri në 500 aksidente kemi në vendin tonë gjatë një viti vijus, kur e kemi këtë numër kaq enorm të madh, të aktorë të ndryshëm e potencova edhe më herët është masë e nevojshme që të ngritet niveli i vetëdijësimit, sepse një punëdhënës, unë parimisht respektivisht gjithmonë e potencoj faktin që investimi në siguri dhe shëndetin punë rrit produktivitetin e çdo subjekti juridik. Nëse këtë motën time, punëdhënësit të ndryshëm të subjekteve afariste në Republikën e Kosovës, me e kuptu drejt, atyre kishim e pas shumë pak lëndime në vendet e punës, se nuk do të thotë që çdo aksident që ndodh në një subjekt juridik tek një punëtor duhet me përfundu me fatalitet. Sigurisht. Edhe të aksidentet më të lehta, sepse kategorizimi i lëndimeve është i lehtë, aksident i rënd dhe aksident me fatalitet. Çdo aksident targeton subjektin juridik, sepse serioziteti i një subjekti juridik mvaret edhe prej sigurisë dhe shëndetit në punë në kuadër të veprimtarisë së tij, në subjektin afarist të specifik ta quaj asesor. Do të thotë punëdhënësit janë ata të cilët edhe ka aspekti legjislacionit. Kur jemi te legjislacioni, konsideroj që Republika e Kosovës e ka një legjislacion të jashtëzakonshëm të ndërtuar sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë. Ne në ligje jemi shumë të mirë. Në të shkruar jemi të mrekullueshëm. Çfarë deshta me potencion fakt sa është implementimi në terren, sa për realizohet nga ana punëdhënësve në terren, lënë vend për të dëshuar, me thonë, së paku. Kur them këtë, konsideroj që unë jam i thar asaj që çdo punëdhënës serioz, që edhe është profesionist, konsideroj që e ka masat të nevojshme që para se me pas vizitë inspektive apo nga organet mbikëqyrëse të implementimit masave parandaluese mbrojtëse, të përgatitet në këtë drejtim, të ngrit vetëdijen e nevojës trajnimeve të stafit, kontrollimeve mjekësore, të gjitha këto masa që janë minimale në këtë rast, të i kryjnë para se me pas vizit inspektive, e jo të pret që një institucion kredibil, sikurse që është inspektorati i punës, ta viziton e tek atëherë të ndërmerr masat. Do thotë, përkthehemi në fazën fillestare. Ne kemi ligjin 04/2001 për siguri dhe shëndet në punë, që derivon nga ligji edhe i punës, disa pjesë të ligjit 03/2012 nga marrëdhënia e punës, dhe nga ky ligj për siguri dhe shëndet në punë burojnë 27 rregullore individuale, vlen të theksohet gjithashtu që në kuadër të ligjit përkatës kemi të transpozuar në direktivën e Bashkimit Evropian 89/391, direktivë që e obligon të trosh çdo punëdhënës që të krijon kushte të sigurta të punës dhe është përgjegjës për çdo lëndim në vendin e punës. Nisur nga ky fakt,
atëherë konsideroj që është masë e nevojshme që edukimi që po të mësuat ju pak më herët, i punëdhënësve të përmirësohet së paku, thënë pak më bot, apo të ngritet niveli i tij rreth krijimit të kushteve të sigurta të punës në çdo vend punës. Sepse kemi shumë punëdhënës që konsiderojnë që niveli i rrezikut në vendet e punës së tyre është minimal. Prandaj edhe orientimi, respektivisht interesimi i tyre për mi përmirësu masat parandaluese mbrojtëse po është minor. Por është një proces. Mos që po trajtojmë aspektin e legislacionit, një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm që quhet vlerësimi i riskut për çdo vend punës. Do të thotë çdo vend i punës ka nevojë të vlerësohet, të konstatohet, të identifikohen rreziqe të ndryshme dhe të përcaktohet niveli i riskut për atë vend punës. Konform nivelit të riskut, atëherë propozohen masat parandaluese mbrojtëse, sepse intenca e këtij procesi është kur të konsiderohet një nivel i rrezikut përmes masave që propozon kompania licencuar nga Ministria përkatëse, që licencon atë kompani si me i propozu masat parandaluese mbrojtëse përveç atyre që janë të gatshme në subjekti juridik, se si të ulet niveli i rrezikut. Duke shtuar kësaj edhe aspektet që kemi 5 nivele të rreziqeve, i papërfillshëm, i ulët, i mesëm, i lartë, shumë i lartë, do të këto 2 nivelet e fundit, kur organi mbikëqyrës kompetent konstaton këtë nivel të riskut, është masa e nevojshme që të ndërpritet veprimtaria profesionale, të ndërmiren masat shtesë apo të përmirësohen masat ekzistuese në mënyrë që niveli i rrezikut të sillet tek i mesmi apo i ulti. Dhe duke bisedu kështu, ju më kthyt prapa në një periudhë. Ka qenë viti 2014 kur Kosova ishte pushtuar nga protesta dhe ne si gazetari ishim sigurisht në rrugë, ishim në terren dhe përballeshim me gazin e lotcellës, përballeshim me policinë në rrugë, me protestuesit dhe të tjerët, dhe në mesin e tyre kishim gazetar, unë kisha fatin të isha pjesë e një medias që kishte siguruar të gjitha mjetet mbrojtëse, kisha gazmaskën me vete, kisha një helmet me vete, kisha një jelek në cilin shkruan të pres dhe automatikisht e njoftoja tjetrin se unë jam pjesë e gazetarëve dhe po raportoj, për dallim prej shumë kolegëve të tjerë të cilët dukeshin civil brenda masës dhe nuk dalloheshin. Shumë shpesh ka ndodhur që policia t'i largoj me gjithë masën atje. Pra, sa e rëndësishme është që punëdhënësi të sigurohet që punëmarrësi i ka të gjitha kushtet të plotësuara për me realizu punën e tyre. Në anën tjetër, folëm pak edhe për shëndetin. Kur flasim për shëndetin në punë, le të themi sigurinë e shëndetit. Shumë njëherë dëgjoj njerëz të cilët ankohen se për shkak të, le të themi, të qëndrimit jo adekuat në punë, për shkak të rrethanave që i kanë në punë, fitojnë sëmundje të ndryshme. Na fol pak për këtë, cilat janë ndoshta sëmundjet më të shpeshta, ankesat më të shumta. Sa e përket, unë në fillim të përrëndësimit tim, e potencova që siguria dhe shëndetin punë. Këto e 2 komponente. Mu dhe siguria mbret tepër ndërgjegjës, se thash pak më herët, kemi të ndërtuar legislacionin, angazhohen të gjithë aktorët në siguri. Pavarësisht që për ka dështime dhe për vjetë deri të aksidente ndryshme, por mu mbrengos fakti i shëndetit, respektivisht interesimi minor rreth shëndetit punëtorëve në përgjithësi në Republikën e Kosovës, sepse bazohen në legjislacionin përkatës. Të ligjit 04 që ngjatë në formë eksplicite, çdo punëdhënës është i obliguar para se të angazhon një punëmarrës, punëtor të ri në veprimtarinë profesionale tek subjekti i vet afarist, është i obliguar ligjërisht me kërku certifikatën e gjendjes shëndetësore, sepse këto 2 komponente shumë bukur të lidhura mes vete. Ti mundesh, Paulina, me siguru pajisjet personale, me rrep sigurisë, me helmeta, me gjitha këto elemente që e pajis që potencove pak më herët. Por një smundje kronike, nuk e di në çfarë gjendje faktike shëndetësore punëtori i ri i cili inkuadrohet në proces të punës, në çfarë gjendje shëndetësore është. Kemi pas raste kur punëdhënësit e kanë pajis punëtorin me pajisje personale me të gjitha. Ka shkuar në qytetin e tij në një objekt ndërtimor dhe është rëzu, ka rënë nga lartësia. Ka qenë i trajnuar, gjitha i ka pas, por nuk e ka poseduar certifikatën e gjendjes shëndetësore e cila prezanton gjendjen faktike shëndetësore në punëmarrësi. Dhe si rezultat i mosposedimit të kësaj certifikate, ka rënë nga lartësia dhe ka ndruar jetë, është aksidentuar fatalisht.
Prandaj shëndeti në përgjithësi, trajtimi i tij, shëndeti i punëtorëve në Kosovë bëhet përmes ligjit për shëndetësi, është neni 5 ku potencohet që për shëndetin e të punëtorëve obligohet mjekësia e punës. Mjekësinë e punës e kemi në gjendje ta quaj kaotike për momentin sepse si katedra në kuadër të Universitetit të Prishtinës është mbyllur. Ne kuadër të reja specialistëve të mjekësisë punës nuk po kemi. Nuk duan të jenë mjek të punës, sepse përfitimi është më i ulët. Jo, nuk mundësia e ngritjes profesionale po është më manget, sepse ne nuk kemi në universitet tonin kuadro të cilët do i ngrisin kapacitetet profesionale të mjekëve të rinj. Po, dhe dorën zemër specializimet krejt tashmë shkojnë në drejtim të asaj se ku është përfitimi dhe financiar më i madh. Dhe nëse kemi pas specializimet të kohëve të fundit, kudo që kanë shku këta mjekë të ri, orientimet janë ginekologji, kardiologji, stomatologji dhe të tjera, kështu që aty ku është parja, sigurisht se orientimi është më i madh. Po Paulina, po them edhe specializimi, specialisti i mjekësisë punës. Ne në Kosovë për momentin vetë 3 kemi, vetëm 3. Para mendoje. Çdo shtet, unë nuk po du me bë krahasimin me shtetet evropiane të zhvilluara, sepse për njëritë e juaja Britania madhe është lokomotiva të quaj asesori kompozicionit, do thotë është larg nesh. Derisa ne diskutojmë ende përdorimin apo mos përdorimin e pajisjeve personale, trajnimin e stafit nga siguria dhe shëndetin punë, ata kanë ndërtu sistem të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë. Po si të qoftë përkthehemi tek shëndeti, thash shtetit e rajonit, për të cilët ne konsiderojmë që jemi aty afër sa i përket legislacionit të shëndeti, çdo shtet që na rrethon Tunis nga Shqipëria e tutje në Ballkanin Perëndimor, të gjithë kanë mbi 100 specialistë të mjekësisë punës. Si institucione kredibile që duhet me u marrë me shëndetin e të punësorëve, ne kemi veç 2. Realisht Qendra Kombëtare e Mjekësisë Punës në Gjakov dhe Instituti i Mjekësisë Punës. Dhe tani kohëve të fundit kanë filluar këto klinikat private me u marrë me trajtimin e shëndetit të punësorëve. Po nëse kthehemi në fillim të diskutimit, po thënë se kërkon certifikatën nga punëtori me momentin e angazhimit profesional, respektivisht kur e bën ndërtimin e marrëveshjes kontraktuale, kontratës punës. Por, po thënë se kjo certifikat mjekësore ka validitet veç 3 vite të vendet e përgjithshme, se vendet e punës me kushtet e veçanta ku rreziku për dëmtimin e shëndetit punëtorit është më i madh, që konstatohet përmes kësaj procedure që e potencova më herët, vlerësimit të riskut, atëherë së paku një herë në vit apo sipas nevojës. Sepse ne kemi vendet punës ku punëtorët tanë punojnë me kemikate, me pluhur, me azbest, gjitha këto vendet punës konsiderohen me nivel të lartë të rrezikut. Prandaj edhe trajtimi shëndetësor, respektivisht kontrollimet shëndetësore të tyre, për marrëzë që aty të angazhuar bëhet së paku një herë në vit. Dhe punëdhënësit tanë kanë obligim një herë në 3 vite me i dërgu në kontrollimet sistematike mjekësore, apo kontrollimet periodike të quaj mjekësore. Shumë raste pe kemi kur kjo kërkesë ligjore po has në vesh të shurdhur dhe si rezultat i mosnjërive faktike të shëndetit, rreth shëndetit të një punëtori për na vjen drejt të lëndimet në vendin e punës. Dhe këtu jemi duke folur për ABC-n, ose do kthehemi pastaj te ajo se çfarë ka bërë Britania për me pas se sa larg jemi dhe me bën një krahasim, por sidomos kur kemi të bëjmë me biseda të tilla të cilat janë shumë informative, un kam dëshirë që në mes të vendosim pak muzikë e të rikthehemi prapë me vazhdu bisedën. Gjithsesi, me kënaqësi. U rikthiem përsëri për të vazhduar bisedën me plot informacione me ekspertin e sigurisë dhe shëndetit në punë, zotin Gzim Xerza. Deri më herët ishim duke folur për mënyrën se si duhet të krijohet, le të themi, një sistem i mirëfillt i sigurisë dhe shëndetit në punë, obligimet e punëmarrësit, sigurisht atë se çfarë duhet të bëj punëdhënësi edhe të tjera. Por tani unë me undalte diçka që u tha pak më herët nga ju, zotit Xerza, e përmendet Britaninë e Madhe dhe një lloj sistemi të menaxhimit që e kanë bërë ata për sigurinë dhe shëndetin në punë, derisa ne po flasim për ABC-n këtu në Kosovë, më intereson me bëu një lloj krahasimi. Çka ka bëu Britania? Po, nëse dëshirojmë të kemi më të qartë, Britania, gjitha shtetet që kanë evaluar Paulina shumë tepër në këtë fushë.
Por them kanë evoluar ka aspekti profesional, mendoj që për shembull ndërtimi i sistemit. Sistemi i menaxhimit. Do të thotë edhe nga aktorët, ka ekspertë të ndryshëm, certifikimi i aspekteve standarde, kanë ngrit edhe standarde të ndryshme. Për shembull, është standardi 45001 për sigurinë e shëndetësisë në punë, të cilin standard pak a shumë ne e dim që ekziston, po është mundësia më e vogël. Unë konsideroj që për me ardhur në nivelin që edhe ne të përmirësojmë gjendjen në përgjithësi dhe ngritjen e standardeve të ndryshme të menaxhimit të sigurisë së shëndetësisë në punë në veçantë, nevojitet një përkraje më e madhe edhe nga aspekti institucional, edhe nga aspekti i punëdhënësve, sepse një punëdhënës serioz, që është nivelin e tij, që konsideron që ka filluar të angazhohet me subjektin afarist vetë në ekonominë e vendit tonë, duhet më tepër të investoj në ngritjen e këtyre sistemeve që i potencojnë. Se në fund ditës, le të themi kapitali më i madh janë njerëzit të cilët punojnë aty. Me siguri më të madhe, edhe një lëndim më i vogël me ndodh në vendin tonë për mua është breng jashtëzakonisht e madhe. Parimet, dy elementet kyçe realisht të legislacionit apo të kësaj fushë, kur them kësaj fushë, po mendoj në siguri dhe shëndetin punë janë dy elemente bazike. Është vend punës pa rrezik s'ka dhe probabiliteti, respektivisht mundësia me ardhur të aksidentit me qenë e barabartë me 0 nuk është e mundshme. Por e kemi parasysh këto dy elemente kyçe, atëherë ne duhemi të angazhohemi në atë formë të gjithë aktorët. Kur them ne, mendojnë të gjithë aktorët që në edhe institucional, edhe social dhe të tjerë. Edhe të angazhohemi që t'i përmirësojmë, sepse kjo fushë kërkon angazhim permanent dhe në kontinuitet në përmirësimin dhe ngritjen e standardit të masave. Nëse përpara ka qenë problem me i siguru pajisjet personale mbrojtëse për të gjithë të punësorit, tani jemi në fazën kur konsideroj që është mase e obligueshme. Me një klik na vinë të gjitha nga fundi i botës. Ashtu. Kështu që mundësitë janë reale, veç nevojitet një kujdes apo një angazhim mase serioz nga ana punëdhënësve tanë. Zoti Zërxa, mu po më intereson edhe diçka, në përvojën tuaj më shumë se 20 vjeçare, keni ndjek trajnime të shumta, apo më la përshtypje një trajnim në Japoni, sepse të shkosh në një vend si Japonia, ku thuhet se gjithçka është në vijë, ku thuhet se jetohet sekundi. Si ka qenë edhe çka keni mësuar prej atje? Faleminderit që ma kujtuat edhe këtë element, se është jashtëzakonisht e rëndësishëm, Paulina. Unë 2011, Ministria e Punës në atë kohë e Miqënies Sociale ma ka mundsu që përmes agjencionit japonez për siguri dhe shëndet në punë dhe përkraje të institucioneve të ndryshme, përmes qeverisë japoneze kam shkuar në Osaka të Japonisë, kam qëndruar 2 muaj në trajnimin profesional. Titulli i trajnimit ka qenë parandalimi i smundjeve profesionale dhe mbrojtja e ambientit punës. Do të thotë një përvojë e jashtëzakonshme, përvojë të cilët më brengos ky fakt që s'kam pas fort mundësi me bart në vendin tonë, në kuptimin që potencon pak më herë kurse si në praktikë s'ku mujt me implementu, apo fare pak. Dhe gjithmonë, po potencoj përsëris realisht prap, në brengos ky fakt që s'ku mujt me dhon me tepër nga vetja ime, bazuar në përvojën time tek shëndeti i punëtorëve. Po si ishin japonezët në këtë aspekt? Më intereson kështu ajo përvoja, le të themi sy më sy me japonezët dhe me punën që e bënin, me atë se sa strikt janë ndaj rregullave që vendosen. Tani, sa i përket aspektit të profesionalizmit, nuk s'ka nevojë fare të diskutohet, sepse gjithë e dim në këtë botën që ata janë pishtar të profesionalizmit në angazhimit profesionale. Sa i përket shëndetit, gjatë fazës së trajnimit tim atje, ishte jashtëzakonisht interesant sepse metodologjia punës ishte jashtëzakonisht e avancuar. Ne zakonisht bëshim matjet mikroklimatike në hapësirë pa një udhëkush ta zëm, nëse veç dëshirën e tyre i informoj dhe i merrshim mostrat, u futshim në laborator në qendrën e trajnimit dhe i vendoshim në fazën fillestare në eproveta. Dhe pas 5 minutave, respektivisht 15 minutave, e merrshim
rezultatin final të gjendjes faktike të ndotjes, ta quaj për shembull çfarë temperature ishte në atë kryqëzim në komunikacion të azëm. Çfarë ndotit ambientit, gazrat, gjitha këto elementet i kemi trajtuar në formën më profesionale. Çdo këtu edhe tek smundjet profesionale. Smundjet profesionale të cilat në vendin ton me keqardhë duna me potencu janë vend shumë për të dëshiruar, sepse ne ende si vend, si shtet nuk e kemi të definuar listin e smundjeve profesionale. Domethënë pra përse cilat janë që të jenë të qartë për dëgjuesit. Smundjet profesionale për shembull janë derivati i aktivitetit profesional. Nëse aksidenti manifestohet me lëndim, smundjet profesionale kërkon një afat kohor për përfaq në sipërfaqe. Smundjet profesionale për shembull edhe ju si gazetar në formë eksplicite po e trajtojmë këtë aspekt, edhe ju si gazetar jeni të atakun nga smundjet profesionale, cilat janë për shembull është spondiloza, është devimi, ne realisht edhe profesionalisht i quajmë smundjet skeletoromuskulore. Domethënë devimi i boshit kurrizor. Pastaj kemi ergonomin, qasja, qëndrimin ulëset e papërshtatshme, gjitha këto, çdo këtu edhe kushtet mikroklimatike, ndriçimi, sikurse për shembull këtu komplet 100% artificial, mungesa ndriçimit natyral, zhurma, dridhja, gjitha këto elemente të kyçe që konsistojnë me një smundje profesionale dhe e cila manifestohet pas një intervali kohor të aktivitetit profesional, domethënë pas disa viteve. Unë vjen keq, po kam kolegë të mi, ekspertë mirë njohur, të cilët për shembull si derivat i aktivitetit profesional në shirita transportues në kek, pas një kohe ka pas manifestime të çrregullimeve në organizëm së paku. Dhe prandaj e them që ne mos definimi smundjeve profesionale, e para, e dyta, mungesa Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, i cili ka qenë aktiv deri para 4-5 viteve, dhe angazhimi më meritor së paku, ashtu të përnësohemi nga ana e përgjegjësve të punëmarrësve, në këtë rast Bashkimi i Sindikatave Pranëvorë të Kosovës, dhe përfaqësuesve të punëdhënësve, Oda Ekonomike e Kosovës, do me dhënë një kontribut më të madh, gjithnjë në partneritet me institucionin që bën mbikëqyrjen e zbatshmërisë së legjislacionit, që është në këtë rast Inspektorati i Punës. Çka po më intereson diçka është në këtë le të themi diskutimin që e kemi rreth shëndetit në punë, ne shumë pak flasim edhe për shëndetin mendor. Shumë shpesh nga puna ndikohet edhe shëndeti mendor. A përfshihen krejt këto edhe në legjislacionin dhe të tjera që ju keni punuar ndër vite si ekspert? Ashtu që çuçi potencova më herë nga ligji 0461 për siguri dhe shëndet në punë derivojnë 27 rregullore individuale. Do të thotë ndriçimi e ka rregulluar për kushtet minimale teknike, për ngarkesat nga ndriçimi, nga zhurma, damtues kimik, fizik, gjithë trajtohen individualisht. Edhe sa i përket ngarkesave psiqike që tha, komponenta e rëndësishme tek ne, që është gjithnjë brengosëse, është aspekti i stresit, ndikimi tek punëmarrësit tonë nga aspekti i gjendjes psikofizike. A ke arrit më bë pak japonezë për ato 2 muaj? Pak për nduket, po stresi pak është palina të menaxhu tek ne, stresi është faktori kryesor që sjell edhe smundje të ndryshme. Fiks. Aty deshta me dalë, sepse në momentin e përjetimit të stresit të madh që ne i dëgjojmë çdo ditë nëpër tavolinat e kafeneve ku qëndrojmë me shoqëri, me familjarë dhe të tjerë, të gjitha ankohen për një dozë të lartë të stresit ditore. Sigurisht pastaj ajo përkthehet në sëmundje të cilat po i shohim si statistika, sepse kemi shumë të rinj të sëmurë, për dallim jetëgjatësinë nuk e kemi në krahasim me të kaluarën në nivelin ku e kemi pasur. Kemi probleme të mëdha, paraqitje të sëmundjeve të hershme etj. Të gjitha këto po i neglizhojmë. Sa rëndësishme është, ndoshta le të themi me dhënë alarm profesionalisht nga ana juaj? Stresi si komponent që ndikon në shëndetin e punëtorëve, tash pak më herë shumë pak trajtohet tek ne. Prandaj i bashkohem kësaj porosie të UN që institucionet kredibile, relevante, të mirën me tepër me trajtimin e aspektit të stresit, sepse derivat i të gjitha smundjeve kronike dhe momentale
po na del në shumicën e rasteve që po është stresi, sepse çdo punëmarrës yni ka ngarkesë psikofizike në këtë rast që manifestohet përmes streseve të ndryshme, aspekti i kontratës punës, kozgjatja e saj, kushtet e punës, mungesa e sigurisë në punë, aspektet të ndryshme private, në kuptimin e kredive të ndryshme, problemeve familjare, kërkesave të cilat njeriu nuk mundet, një punëmarrës yni nuk ka mundësi me pagën e tij me mbulu kërkesat që janë nga ana e familjes së vet. Prandaj të gjitha sillin deri tek stresi, e stresi manifestohet me smundje. Prandaj edhe potencova dhe po përsëris është një nevojë imediate sa më parë që institucionet kredibile, relevante të mirën me trajtimin e stresit në vendin e punës dhe në përgjithësi. Na duhen pra politika kombëtare me u marrë seriozisht me këtë punë? Po gjithsesi. Ndërsa deri sot na konstituohet kuvendi, presim pak. Po si të qoftë, unë uroj që sa më parë të konstituohet, po të fillojnë me punën profesionale të tij, ama unë jam i thashë që sa më parë pak t'i kryjmë detyrat tona të cilat nuk bëhen nga politika. Si profesionist konsideroj që së pari të konstituohet apo të riaftësohet apo rikonstituohet Këshilli Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë. Se vetë përbërja e tij është një përbërje jashtëzakonshme, sepse është rregulluar edhe me rregullore për themelimin e Këshillit Nacional, se aty ndikon për unë edhe ekspertat, edhe profesionistë, edhe mjekët, edhe përfaqësues të institucioneve qendrore, të gjithë aktorët, përfaqësues të punëmarrësve, punëdhënësve, nimët dhe të antarën. Edhe me ligj dhe me rregullore kemi obligim me kriju. Ne e patëm, po që 4 vite nuk ekziston, sepse ju ka pushu mandati, ju ka përfundu mandati Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë para 4 viteve. Prandaj, një apelimi kishte me qenë që të orientohemi, sepse shëndeti nuk pret, të orientohemi në krijimin e atyre unazave të cilat mirën kryekput me këtë aspekt. Si Këshilli Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, themelimi apo përcaktimi i listës smundjeve profesionale, sepse ne po ishte shkurtur Paulina, po për shembull kemi edhe një element jashtëzakonisht kyç që afekton jetën apo shëndetin e punëtorëve, është cili element është azbesti. Ne kemi shumë smundje që e potencova pak më herët e sfera përgjithshme që quajmë smundje skeletore muskulore, e potencova më herët, tash edhe një herë përsëris. Devijimet e boshtit korrizor, të gjitha këto kanë nevojë për trajtim. Për përmirësu këto gjendje duhet mjekësia punës më fuqizu. Qendra Kombëtare e Mjekësisë Punës në Gjakov me u mbështet hala më shumë, Instituti i Mjekësisë Punës në Bilish më u përcaktu emri mbi emri i tij, sepse ende nuk dihet në cilë institucione ata ushtrojnë veprimtarinë. Po kanë përvojë të jashtëzakonshme. Kemi poliklinikat apo klinikat private. Të gjitha këtër duhet me dhonë nga pak për me përmirësu gjendjen e përgjithshme. Se çfarë ndërlidhje është kjo, e shoh për shembull edhe në gjykata, kur kemi nevojë për ekspertiza nga mjekët e punës, të cilët dorën zemër sigurisht janë të paktë, thamë edhe më herët, i kemi 3 në Kosovë, dhe ata sigurisht se pastaj duhet të priten në rend për të kryer ekspertizat dhe rrjedhimisht të zgjaten edhe proceset gjyqësore. Pra çfarë zinxhiri i problemeve të cilat do të ishin shumë më të vogla nëse do të menaxhohej në kuptimin institucional më mirë. Zoti Xherxa, nëse institucionet, çfarëdo institucioni ka nevojë për ndihmën tuaj, a mund t'ju kontaktojnë si ekspert? Unë jam i hapur për bashkëpunim, për çdo të interesuar në këtë drejtim. S'është mënsi është institucion publik, publiko-privat, nga shoqëria civile, nga gazetaria, të gjithë jam në gjendje t'ju ofroj bashkëpunim, sepse unë tani e kam edhe subjektin tim juridik me cilin ofroj këshillime profesionale nga fusha sigurisë dhe shëndetit në punë, prandaj edhe jam i gatshëm për bashkëpunim me çdo aktor që paraqet apo punëdhënës në këtë rast, i cili ka nevojë për një mbështetje profesionale në këtë drejtim. Dhe kjo sigurisht se do t'ju vijë në ndihmë të gjithë atyre punëdhënësve të cilët duan t'i bëjnë gjërat mbar. Le të nisim mbar, le të kthehemi nga e mbarra, le të themi ashtu. Ishte kënaqësi dhe nder. Faleminderit shumë. Faleminderit Paulina që më jepet rastin. E kthehemi si përfundim, konkluzion përfundimtar, edukimi të jetë në një nivel. Do të thotë ta përmirësojmë edukimin profesional nga kjo fushë, respektivisht nga siguria dhe shëndeti në punë.
Sigurisht e bukur kjo për ta përfunduar, sepse dorën zemër gisht në këtë çështje në edukimit kemi edhe në mediat dhe sigurisht se duhet të japim hapësirë për ekspert të fushave të cilët vinë për të edukuar masën, sepse një prej roleve që ka media përveç raportimit, hulumtimit, informimit është edhe edukimi i masës. Me këtë sigurisht ju përshëndes dhe deri javën tjetër miru dëgjofshim e miru takofshim në kanalin tonë zyrtar në YouTube.